محبة والهنا وطني أتذكر من آناء الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ndërshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qofi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Kemi folur për shenjat e pranimit të pendimit të robët e cili është penduar te Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka bërë disa shenja. Por para se t'i përmenemi edhe disa prej tyre, është me rëndësi me ditë se çdo fatkeqësi, çdo e keqe që na godet është për shkak gabimeve tona. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah." Çdo e mirë që ju vjen prej Allahu subhanahu wa taala. Ajeti tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo begati që e keni, Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë. Në ajeti tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha." Me u mundua me i numrue sicili veç e veç prej neve të mirat që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala që i shfrytëzon, e ka shfrytëzue, e do t'i shfrytëzon, nuk mundet me i numru, sa ato e në shumë. Wa ma asabaki min hasanatin fa min Allah. Çdo e mirë që ju vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dhe çdo e keqe që ju godet për shkak të vetëve t'juve. Çdo e mirë që na vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Çdo e keqe që na godet si shkak i gabimeve tona. Ne besojmë caktimin e Allahut subhanahu wa taala, khairihi wa sharrihi min Allah taala. Se mira dhe keqja vijnë te ne prej Allahut subhanahu wa taala. Por e mira vjen te ne nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh, kurse e keqja vjen te ne prej Allahut gjithashtu, por pasi që ne kemi gabu. E keqja, fatkeqësia, neve në godet pasi që ne kemi bo gabime. Jo se veç Allah subhanahu wa taala dëshiron me i godit të robrit e vetë me fatkeqësi, jo. Kurse me mirësi, po. Allah subhanahu wa taala dëshiron që robëve vetë ju jep mirësi dhe ju jep atëre kur dëshiron Allah dhe sa dëshiron Allah. Kurse fatkeqësit, të këqijat, vinë për Allah subhanahu wa taala të ne, por vinë pasi që ne kemi gabu.
pasi që ne nuk e kemi zbatu atë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, ose e kemi vepruar atë që Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar. Në ajetin tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çdo fatkeqësi që ju ka det për shkak të durve të juaja. Kështu ka në fjalën e Allahu subhanahu wa taala, ju ka det për shkak të durve të juaja, fe bima kasabat aydikum, për shkak se vetëm me durët e juve e keni bërë punën, ose e kemi bërë gabimin, që Allah subhanahu wa taala pastaj na e çon fatkeqësinë, wa ya'fu an kathir. Dhe fundi i ajetit thotë Allah subhanahu wa taala, Allahu ju fal për plot gabime, si çon dënim fare. Për shkak se në ajetin tjetër thotë Allah subhanahu wa taala: "Wa law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu la'ajjala lahum al-'adhab." Mendon me i dënua Allah subhanahu wa taala njerëzit për të gjitha gabimet, përfundon jeta më herë. Kërkush për neve nuk mundet me jetuar më. O ya'fu an kathir, por Allah subhanahu wa taala për disa nga gabimet e tona na çon fatkeqësi, na çon belon. O ya'fu an kathir, e për shumë të tjera Allah subhanahu wa taala na fal. Nuk na çon fatkeqësi, nuk na çon belon, nuk na çon sprovë. Dhe fatkeqësinë, sprovën e belon kur e çon Allah subhanahu wa taala, e para prej saj duhet me fituar njeriu më kthy. La'allahum yatadarra'un, pasi që i ka përmend Allah subhanahu wa taala sprovat dhe i ka përmend fatkeqësitë që ua çon njerëzve, dhe ato fatkeqësi vijnë për shkak të gabimeve të tyre. La'allahum yatadarra'un, Allah subhanahu wa taala ua çon sprovën në mënyrë që ata të kthillen, të kthehen, ta shohin se i kanë po gabim, Allah subhanahu wa taala dhe të pendohen. Dhe krejt çështja sillet te pendimi. Njerëzit gabojnë. Kullu ibni Adem khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Të gjithë bitë Ademit gabojnë, por më i miri për tyre, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili pendohet. Ne kur gabojmë, por shumë gabime tona Allah subhanahu wa taala nuk na çon dënim këtë dynjë. Edhe shpresojmë na fal ditën e Kiametit. Por për disa prej tyre na çon dënime, na çon sprova, me qëllim që njerëzit të kthillen, të kthehen, e të nënshtrohen Allah subhanahu wa taala, të kërkojnë falje, bëjnë pendim. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Allah subhanahu wa taala thotë, kam ju sprovuar gjithsesi me frikë, e paksim pasurisë, e sëmundje, e humbje të fëmijëve, të familjarëve të tjera, e bashir sabirin, për gëzoj ata të cilët bojnë durim, ata të cilët kur u ndodh në një fatkeqësi, kthehen te Allahu subhanahu wa taala. E kuptojnë gabimet e tyre, fastaghfiru lidhunubihim, kërkojnë falje për gabimet e tyre. Atëra, ne çdo e mirë që e mormi na vjen prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala, dhe çdo e keqe që na godet na vjen për shkak të pasojave të mëkateve tona. Ne nuk kena mundësi me jetu e pa gabu, gjithsesi se kemi gabu. Gabojmë dhe të gabojmë në të ardhmen, derisa t'jenë shpirtat në trupat e tonë. Atëherë kur gabojmë ne për shumicën ose për shumë prej gabimeve, Allah subhanahu wa taala nuk na ndëshkon as këtë dynjë. Por nëse na ndëshkon me ndonjë sprovë për gabimet që i kena bë, ajo sprovë duhet me qenë shkak që ne më kthy, më penduhet te Allahu subhanahu wa taala. Atëherë kur kthehemi e pendohemi te Allahu subhanahu wa taala, përsëri çështja shkon në favorin e besimtarëve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'ibu min adh-dhanbi kala man dhanba lahu." Ai që pendohet për gabimin e tij te Allahu subhanahu wa taala është sikur mos me pas gabim fare. Te Allahu subhanahu wa taala nuk mbetet me njohur. Te njerëzit është ndryshe. Edhe nëse 100 herë pendohesh për një gabim, kur do që ju intereson aty në me ta zonë kryptën, po ti ki pas bo, para një 20 vjetë, 30 dhe kështu. Ama të Allah subhanahu wa taala nuk është kjo rregull. Te Allah subhanahu wa taala është rregulli at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Ai që është penduar prej gabimeve, te Allah subhanahu wa taala llogaritet sikur mos me pas bo gabim fare. Kurse pendimi i ka sigurisht edhe kushtet e veta,
ato shkurt janë sinqeriteti, largimi nga mëkati, keqardhja për gabimin që ka bërë, dëshmëria për mos u kthyer në gabim, edhe me ia kthye hakun nëse gabimi ka qenë mes njeriut dhe njeriut. Me ia kthye hakun nëse i ke bërë dikujt padrejti ose me kërkue halal. Pastaj pasi që robi pendohet te Allah subhanahu wa taala llogaritet sikur mos ketë bërë gabim kurrë. Pas vendimit ka shenja të cilat tregojnë se ka pranuar Allah subhanahu wa taala vendimin tonë apo jo. Para se me shku të shenjat ose të disa prej shenjave, pas vendimit njeriu duhet me jetua në mes të shpresës se Allah subhanahu wa taala ka pranuar vendimin dhe mes të frikës se Allah subhanahu wa taala dënon ashpër për ata të cilët kanë gabuar. Ne gabojmë, pendohemi. Pasi pendohemi, plotësojmë kushtet, shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala që Allah na ke pranuar pendimin. Por njëkohësisht kur nuk e largojmë vëmendje se Allah subhanahu wa taala dënon. E kemi në mendje se Allah subhanahu wa taala dënon. Dhe kështu duhet me qenë jeta e besimtarit, me jetuar vazhdimisht mes shpresës se Allah subhanahu wa taala na fal dhe mes kujdesit se Allah subhanahu wa taala dënon dhe dënon ashpër për ata të cilët nuk i fal. Për shenjave në vazhdim se Allah subhanahu wa taala ka pranuar pendimin e robit është qetësimi i zemrave. Zemra pas pendimit e besimtarit e nin çlirimin, e nin hekjen e nibarve, e vren. Thot Allah subhanahu wa taala ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dijene se me të përmendurit të Allah subhanahu wa taala qetësohen zemrat. Me pendim qetësohen zemrat. Prej shenjave të pranimit të pendimit për një vepër caktuar ose për të gjitha veprat, për shkak se pendimi bëhet i përgjithshëm dhe bëhet i përvetshëm. I përgjithshëm, sikur që e ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allah subhanahu wa taala pas më shruar, thot pendimi i përgjithshëm është me kërkuar falje Allah subhanahu wa taala çdo ditë. Dhe me shpreh me fjalë, o Allah, pendohem për të gjitha gabimet që kam bërë, që i di dhe që nuk i di, të mëdhaja kofshin ato ose të vogla. Kjo është pendimi i përgjithshëm. Kurse pendimi i veçantë është pendim për ndonjë vepër e cila është pak më e vështirë, është pak më e rëndë. Edhe robi e din se cili gabim i tina është më i rëndë. Ose e din gjithse cili prej neve se cilat gabime, cilat gjunohat tina janë më të rënda. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, belil insanu ala nafsihi basira. Njeriu shumë mirë din veten e vet. ولو ألقى معذيرة edhe nëse her pas here dëshiron me arsyetu veten, ama thell në zemrën e tij se cili për njerëzve e din se kush është. I din gjunat e veta, e din kapacitetin e vet, e din vlerën e vet, i din mirësitë e veta, i din tekat e veta, i din belil insanu ala nafsihi basira. Njeriu shumë mirë e njeh veten e vet. Atëra me pendimi i përgjithshëm është pendimi për të gjitha mëkatet në përgjithësi. Pendimi i veçantë është pendimi për mëkatet të cilat ka qenë të nivelet më të lartë dhe personi ose robi pendohet mes tij dhe Allah subhanahu wa taala duke e përmend mëkatin. O Allah, unë e kam bërë këtë. Edhe ti e din që unë e kam bërë. Edhe nuk kam arsye pse e kam vepruar. Por unë nuk kam zot tjetër që më fal gjunat. As nuk kam kuna ankona, as të kush pendora përveç teje. Po me yaghfiru dhunuba ila Allah, kur kush nuk mundet më të fal gjunat përveç Allah. Të gjitha të tjerat janë ballodra. Nuk mundet më të fal gjunat kërkush përveç Allah subhanahu wa taala. Hiç. O me yaghfiru dhunuba illa Allah. Gjunat nuk I fal kush përveç Allah. Dhe ne për të Allah subhanahu wa taala nuk kemi nevojë për ndërmjetësim. Kërkush nuk ka nevojë me ndërmjetësu të Allah nëpërmjet dikujna. Se cili prej neve mujmi me komunikua drejt për drejt me Allah subhanahu wa taala. Se cili prej neve me drejtua vetë Allah subhanahu wa taala. Edhe me kërku falje Allah subhanahu wa taala. Pastaj pas kërkimit kësaj falje, me njëtën e sinqert dhe me keqardhje, robi në zemrën e tij e nin qetësinë, e nin çlirimin për atij mëkati. Kjo është një prej shenjave që Allah subhanahu wa taala e ka pranuar robit pendimin. Shenja tjetër
është me qenë falendërues me Allahu subhanahu wa taala që ta ka mundësu mu pendu. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an duke i mësuar besimtarët çish me thonë, edhe çish me falendërua Allah, thot Allahu elhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Falënderimi të konë Allahu që na ka udhëzuar në këtë fe, pjesë e kësaj fe është pendimi. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Se ne kur nuk kemi pas mundësi me udhëzuar, po mos na udhëzonte Allahu subhanahu wa taala. Edhe pendimin, kur nuk ishmi pas mundësi me bo, po mos na mundësonte Allahu subhanahu wa taala me u pendu. Sa nuk i shihni të tjerë të cilët bojnë mëkate ditë natë nuk pendohen, bojnë kufër e shirkë në fakt ditë natë nuk pendohen, i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala ata të cilët janë penduar. Është prej begative të Allahu subhanahu wa taala, dhe këtë shembull Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an me Ademin alayhi salatu wasalam dhe me Iblisin. Iblisi e ka bo gabimin dhe nuk ja ka mundësu Allahu subhanahu wa taala pendimin. Dhe për këtë ka me qenë për gjithmonë në xhehenem. Edhe Ademi alayhi salatu wasalam e pa të bo gabimin. Por Allahu subhanahu wa taala ja ka mundësu pendimin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi. Ja ka mësua Allahu subhanahu wa taala Ademit disa fjalë, se Ademi s'ka ditë as çish mu pendua. Allahu subhanahu wa taala ka mësuar disa fjalë me shqiptuar, fataba alayhi. Dhe ja ka pranuar pendimin. Prej begative të Allahu subhanahu wa taala ndaj Ademit, ose ja ka mësuar mu pendu. Ati tjetër se ka mësuar mu pendu, ai ka vdeki pa pendu. Ademi alayhi sallam ka vdeki pendu. Dhe njerëzit besimtarët të gjithë që pendohen duhet me falënderu Allahu subhanahu wa taala që na i ka mësuar pendimin. Dhe ne i kërkojmë falë Allahu subhanahu wa taala këtu por të gjitha gabimet të mëdha të vogla të kenë mrije çfarë do të shkollë se Allahu subhanahu wa taala është ai që na fal dhe shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala që të fal gabimet e tona. Shenja e tretë dhe shumë e rëndësishme pas pendimit duhet me ndrua dhe shoqërinë. Prej shenjave të pranimit të pendimit janë edhe shokët e tu. A i kje që ta shokë që i ke pas në gjuna, a i kendru. Se nëse nuk i kendru shokët, të apet gjunahën e kje ndërë. Se me që ta e ki bo gabimin. Shkaku i tyre e ki bo devijimin. El mërë ala dini khalilihi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu është në fenë e shokut vetë. Qëfar feje të kemë shokët e tu, qashtu e ki feje në oti. Qëfar gjunohet bojnë shokët e tanë, që ato i bojnë edhe na. Se ata e në shoqëri me neve. Prej shenjave të pendimit të pranuar, është ndrimi i shoqërisë pasi që jemi pendu. Dhe për te, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sjellë një hadith, i cili është i saktë për njeriu i cili i kishte bën 99 vrasje dhe kishte lyp pendim te Allahu subhanahu wa taala, ka bot 100, pastaj përsëri ka lyp pendim dhe prej kushteve që Allahu subhanahu wa taala më ia pranoi pendimin, ka qenë ndrimi i vendbanimit. Ndrimi i vendbanimit për shkak të ndrimit të shoqërisë. Sa i të jetua me qëta njerëz, e ka pruar vetëm në atë nivel, sa me vrarë 100 njerëz, atëre me vazhdu me jetua me ta, pendimin s'ka kur farë kuptimi. Duhet mu largu për tyre. Sa ata i kanë thonë, hajtë se mirë jetu bo. Ata i kanë thonë se ti e trim. Ata i kanë thonë se ata kanë lypë moti, e të ndryshme. Prej shenjave të pendimit të pranuar, është ndrimi i shoqërisë. Ndrimi i shoqërisë, nëse kanë qenë ata në mëkatar, duhet mu largu për tyre. Nëse kanë qenë të besimtar, duhet mu shoqëruar më me ta, për shkak se kthimi në gjuna është shumë i sigurt. Shenja tjetër për pranimin e pendimit është me vazhduar me praktikuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse mi pendu te Allahu subhanahu wa taala, në të ardhmen, niveli i praktikimit të fesë do të me qenë i vazhdueshëm. Alladhina hum an salatihim daimun. Kur e ka lavdruar Allahu subhanahu wa taala besimtar, ka thonë ata vazhdimisht falen namaz. Ata vazhdimisht kur vjen koha agjerojnë. Ata vazhdimisht kur ka nevojë mundësi japin sadaka.
do thënë kështu, prej shenjave të pendimit të mirë gjithashtu është edhe vazhdimi në veprat e mira. Dhe e fundit për sot, prej shenjave të pendimit të pranuar, se Allahu subhanahu wa taala e ka pranuar këtë besimtar, është mos me i dasht gjënohet të cilat i ke bëma përpara. Mos me të mitë më rak për ato gjënohet. Mos me kujtu ato e kur ti kujtojsh ato me të kesh, me të ba qefi. As mos me apërmen tjerve. As me u kalcua kujt që ke bon. Por për kundrazi, me urret atë kohë edhe atë vepër edhe atë gjendje në të cilën ka qenë besimtari. Për shkak se gjithmonë kur njeriu bën gabime, kur e kundërshton fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gjunohe, është ignorant. Dhe gjendja e ignorancës nuk duhet me i pëlqyje kërkuj prej besimtarëve, ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë me gabuar sa më pak, e pasi që të gabojmë, e lutim Allahun subhanahu wa taala mos na ndëshkon. Por nëse na ndëshkon Allahu subhanahu wa taala, e lutim Allahun që ja sprov që na çon të jetë për neve shkak për me qelsyt e më kthy te Allahu subhanahu wa taala më pendu. Pastaj Allahu subhanahu wa taala më na i pranoi pendimin. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله